Në qendrën stërvitore të Lazios në Formelo, diu mbyll me një atmosferë ndryshe nga të zakonshmet. Pas seancës stërvitore, skuadra mblodh për një barbecue të organizuar nga mbrojtësi shqiptar Elcejt Hysaj, i cili duket se është shumë pranë largimit nga klubi pas 5 sezonesh. Sipas raportimeve të mediave italiane, aventura e tij me Bardekalit po shkon drejt fundit. Ky sezon ka qenë veçanërisht i vështirë për Hysen, i cili është aktivizuar vetëm në 5 ndeshje. Edhe marrëdhënia e mirë me trajnerin Maurizio Sarri, me të cilin kishte bashkëpunuar dhe me parë të Empoli dhe Napoli, nuk ka mjaftuar për t'i garantuar një rol të rëndësishëm në Rom. Gjatë 5 viteve me fanellën e Lazios, Hysaj ka zhvilluar 131 ndeshje, duke shënuar 2 gole dhe duke dhënë 4 asiste. Në total ai ka grumbulluar afro 8000 minuta në fushë, megjithatë periudha e tij në kryeqytetin italian nuk u kurorëzua me trofe. I vetmi sukses në karrierën e tij mbetet fitimi i Kupës së Italisë në sezonin 2019-2020 me Napolin. Tashmë gjithçka le të kuptohet se rrugët e Hysajt dhe Lazios janë drejt ndarjes, me mbrojtësin shqiptar që pritet të nisë një kapitull të ri gjatë merkatos së verës.